Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sadaqallahul Azim. Falëndërimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të ndershëm besimtar, do të mundohem që sot t'i them 2-3 fjalë në lidhje me lidhshmërinë mes namazit dhe nafakës. Transmetohet se një rob i vlefshëm i Allahu xhaleshanuhu njëherë hyri në dhomë dhe vreti që fëmijët i kishte zanë xhumi. E pyeti bashkëshortën e vet, e kanë falë fëmijët tonë yatsin sante? Bashkëshortja ju përgjigj, nuk kisha asgjë t'ju jepja të hanë, prandaj i dërgova që të flejnë para se ta falin yatsin. Atëherë ju drejtu zgjoj, tha ata. Sikur t'i zgjoj, ata kanë me kajt nga uria, ndërsa ne nuk kemi asgjë çka t'ju japim, u përgjigj bashkëshortja. Bashkëshorti u drejtu dhe i tha, dëgjoj, obligimi ynë është që t'i urdhrojmë për namaz, ndërsa nafaka nuk është obligimi ynë. Zgjoj për namaz, sepse nafaka është e garantuar prej Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu na thot në surën Taha, ajeti 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Urdhëroje familjen tënde që të falin namazin dhe këngul për këtë. Ne nuk kërkojmë ti ndonjë ushqim, jemi ne që të ushqejmë. Përfundim i lumtur qëndron në frigën ndaj Allahut xhaleshanuhu. Bashkëshortja dëgjoi dhe i zgjoi fëmijët që ta falin namazin yatsis. Sa po e mbaruan namazin yatsis, dikush trokiti nder. Ishte një komshi i pasur i cili ju solli një tepsi për plot ushqime të ndryshme. Urdhro, merre për familjen tënde, i tha nikoqirit. Ju drejtu ki dhe i tha, çfarë është kjo? Ai ju përgjigj, një nga banorët e shquar të këtij vendi vizitoi, ashtu që unë përgatita këtë ushqim veçanërisht për ta. Megjithatë, duke bisedu, u grindëm para se të hanim. Dhe ai u betua se nuk do ta shijoj asgjë dhe u largu nga shtëpia ime. E mora ushqimin dhe i thash vetes time, do t'ja jap atij nderën në të cilët do të ndalen këmbët e mia, dhe ja ku jam te dera juaj. Kështu që vetëm Allahu xhaleshanuhu e di se çfarë më ka soll deri tek dera e juve. Në fund bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanuhu. Ja Allah, na ban neve dhe pasardhësit tanë që ta kryjnë namazin në mënyrën e rregullt. Amin. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha al-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga immoraliteti, nga enevritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.